Të dashur shqiptar, në bisedat e drejt për drejta në TikTok ka ndodhur një fenomen i jashtëzakonshëm. Kemi ftuar me dhjetra minoritar që e din greqishtën si gjuhën e nënës. Ju kemi treguar atyre 80 qytetet i lire. Çfarë kuptimi kanë nëse këta në emra grek? Unë shpresoja që ata të na ndihmonin dhe i kam lejuar të thonë gjërat më të këqija për Shqipërinë dhe shqiptarët. Më të këqijat, vetëm që të marrë informacion për tyre ç'kuptim kanë qytetet i lire. Në çdo rast, në fund të bisedës, ata janë larguar si ujku me bishtin nën shal, të turpëruar, që nuk dinë të shpjegojnë asnjë qytet i lirë. Madje unë ju them atyre, merrni këto qytetet i lire, studiojni, e janë i prapë këtu, do ju pyes përsëri. Asnjë prej tyre nuk është kthyer më. Dhe prej disa kohësh nuk vinë më minoritar grek në bisedën tonë të drejt për drejt, që është e ngjashme me atë të rrethit katror në Top Channel. Pra unë ftoj njerëzit më të shquar minoritar, më të mençur. Po ashtu kanë ardhur me qindra refugjat shqiptar në Greqi që flasin greqishtë në mënyrë të shkëlqyer. Mund të quash akademik natyror. Asnjë prej tyre nuk shpjegon dot asnjë emër të vetëm i lirë, edhe me fjalor. Kjo për arsye sepse të gjithë emrat i lirë janë të falsifikuar. Dyshimet e mia filluan me qytetin i lirë Begis, që inteligjenca kompjuterike nxjerr nga lituanishtja. Begis i thon vrapim. Çmenduri. Kur e bëra këtë film, shqiptarëve s'u pëlqeu, që emri i lirë është emër slav. Po dhe mua nuk më pëlqeu fare, sepse sipas dokumentave të Bizantit, slavët u vendosën në Iliri dhe në Greqi në shekullin e 6 të erës sonë. Që ilirët kanë emrin slav, do thot aty pas kanë qenë që në shekullin e 8 para erës sonë. Mira vjet më parë. Autokton, slavët, çmenduri. Ka diçka që nuk shkon këtu me këta ilirët. Kjo kaloi në heshtje. Mediat shqiptare asnjë fjalë, mediat greke asnjë fjalë. Teorikisht, unë duhet kisha marrë një dhuratë, një hotel për gjoja ndihmën që i pas kam dhënë shtetit grek. Asnjë reagim, jo vetëm asnjë përgëzim, asnjë medalje, zëre se unë nuk ekzistoj. Nuk flasin gazetat greke për mua fare. Nuk ju pëlqen atyre. Tani do e kuptoni pse elitave greke nuk ju pëlqejnë fjalorët e mi etimologjik, që janë shumë të saktë. Janë mbështetur mbi fjalorët etimologjik të Akademisë Austriake dhe asaj gjermane. As Akademisë së Shkencave të Shqipërisë nuk i pëlqen fare asnjë nga artikujt e mi, asnjë nga filmat e mi. Heshtje e plot. A thua se unë nuk ekzistoj. Pra të vetëm ndihmë unë e kam nga ndjekësit e mi në YouTube dhe në TikTok. Me ta bisedoj, me ta konsultohem, dhe ka dalë një gjë e jashtëzakonshme nga konsultimi me ta, me shqiptarët. Dje kemi biseduar deri në orën 3 të natës. Gjumi nuk më zuri në mëngjes deri në orën 8 të mëngjesit. Kam fjetë 2-3 orë me sy të fryra, i tmerruar nga emri i qytetit Bolouros. Dhe po e diskutonin pra me një shqiptar që di shumë mirë greqisht, dhe ai thotë që Bolouros vjen nga Bolos. Edhe unë ashtu thoja që nga Bolos. Kjo shqiptohet sot në greqisht Volos. Nuk përdoret më, ka qenë përdorur në Odisea. Emrat e qyteteve i lire janë marrë nga vepra e Odiseas, 80% e tyre. Merë frymë thellë. Një lloj si populli polak merr emra nga Bibla dhe i vë
në për rrugët e Polonisë, janë emra biblik. Grekët marrin emra nga Odisea dhe shumë pak nga Iliada dhe i vënë emra qytetesh. Grekët e përsëris, jo ilirët. Përse thoni ju grekët? Ja do e them unë përse. Pra kjo është një rrjet që hidhet nga peshkatarët. Sot mund të shqiptohet Volos. Dhe tani, problemi shtrohet kështu. Ky që nga një emër i lirë. Fjalë për fjalë, do thot rrjet me bisht ose peshk i zënë në rrjet me bisht. Volos, rrjet, ose peshk i zënë në rrjet, ouros i thon bishtit. Është një metaforë e bukur, por që nuk ekziston tek Odisea. Është shpikur nga një shkrimtar grek i shekullit të 15. Merrni frymë thellë, po lutem mos qeshni. Që kjo është e shekullit të 15 është e sigurt. Tani problemi shtrohet. Ç'ne ilirët në shekullin e 15? Ku kishte ilir në shekullin e 15? Nuk ekzistonte fjala iliri në shekullin e 15. Ka diçka që nuk shkon këtu. Dhe fillova të gërmoj. Dhe rezulton që unë nuk jam i pari. Këtë e paska gjetur gjeniu i Akademisë Gjermane, Max Wasmer, i cili njihte gjuhë slave me hollësi. Këtë zbulim ai ka bërë në vitin 1941. Fatkeqësisht ai shërbente në administratën naziste. Prandaj ky zbulim ka mbetur në heshtje. Çdo gjë e shoqëruar me kryqin, e thyer, është përjashtuar nga shkenca. Dhe kjo është një fatkeqësi. Pra këtë zbulim që po bëj unë sot, në gusht të vitit 2026, e ka bërë Max Wasmer në vitin 1941. A nuk është kjo të mërshme që nuk jam unë i pari? Kjo më gëzon shumë. E kuptoni ju që kushërinjtë e mi, kur ta shikojnë këtë, do mbeten si peshku me gojë të hapur, kështu. Do me thënë, kushëriri jon i mrekullueshëm ka bërë të njëjtin zbulim si Max Wasmer. Të njëjtin zbulim. Ai e ka bërë këtë zbulim në vitin 1941, ndërkohë që ne luftonim kundër gjermanëve dhe fashistëve. Ata ishin miqtë tanë. A kuptoni, krijuan Shqipërinë e madhe, ne i luftuam ata. Sa të çmendur që jemi ne. Historia e Shqipërisë është një çmendin dhe unë po ju nxjerr nga çmendina dhe doja t'ju bëj njerëz të ndërgjegjshëm. Grekët ju kanë quajtur juve kafsh me bisht të zënë në rrjet. Bolouros është një sharje e rëndë, do thot kafsh me bisht, ose njeri me bisht. Është përdorur për arvanitët në qytetin Volos. Merrni frymë thellë. Është një sharje për arvanitët, o njerëz me bisht të zënë në rrjet. Dhe kjo sharje pra është marrë nga Odisea. Kështë kaq e rëndë, kaq e tmerrshme. Po tashti grekët bën një gabim kaq të rëndë me qytetin Begis, vrapim, emër slav, dhe me qytetin Volouros, njëri me bisht i zënë në rrjet, kafsh me bisht. Po kanë bërë dhe gafa të tjera, kanë vendosur emrin Drilon, do thot organ maskullor, Dardan, fekaltar, do thot Dardan, Breukoi, vemje e tokës, vemje bretkosash, Labiatan, buzë të organit femëror, Labiatan. Çdo emër për ilirët, për shqiptarët, është fyrje rënd dhe nuk janë emra të lashtë. Merrni frymë thellë. Është e gjitha një falsifikim nga fillimi në fund. Grekët, ndryshe nga sa mendojmë ne, jo vetëm që nuk janë krijuesit e qytetërimit të lashtë, por janë ca njerëz që përdorin fjalë të pista rregullisht. Dhe mund dallohet kjo në rrjetet sociale.
janë shumë të ndyrë dhe kanë tepruar kaq shumë, po ta kishin mbajtur pak s'do dallohej. Mi po duke thënë vazhdimisht fekale, organ mashkullor, organ femëror, vemje tokës, kafsh me bishte zën me rjet, bolouros, ose volouros në greqishten e sotme. Bën një gabim të rëndë sepse ky emër volouros është i shekullit të 15, pra nuk shqiptohet bolouros, siç mendonim ne, kështu do ishte në greqishten e lashtë, është krijuar si emër volouros. Pra është krijuar mbas shekullit të 11. Si emër. Atëherë ilirët pra u zhdukën nga areali gjuhësor në momentin që u pushtuam ne nga romakët. Është quajtur prefektura e Ilirisë, po pastaj nuk përmenden më si popull. Fillojnë dhe shkrihen me romakët dhe në fakt gjuha shqipe është një gjuhë neolatine, është shkrirë me latinishten. Pra u zhduk koncepti hylliroi, që është sharje në greqisht, së shtrembër dhe me bisht. Njerëz me bisht dhe me sy të shtrembër. Një lloj si bolouros, illuros. E kuptuat tash? Njerëz me bisht, illuros, kafsh me bisht, volouros i zënë në rjet. Sklav i zënë në rjet. Tani e kuptoni që grekët kanë bërë gjithmonë të njëjtën gjë, na kanë sharë vazhdimisht. Dhe duke tepruar vazhdimisht, ata nuk e dinë që gjuha greke ka pësuar ndryshime fonetike. Dhe emri volouros nuk është emër i lashtë, pra. Është emër i shekullit të 11-12. Në atë periudhë, greqishtja pësoi ndryshimin b, në histori u kthye në v. Dhe albanoi u kthye në greqisht alvanoi me v. Dhe u bë emri Arvanitas. Do të thënë si Alban, fjalë për fjalë. Emri Arvanitas do thotë si Alban. Çmenduri e plot. Tani gjë më e bukur është kjo. Emri Volos është interpretimi i emrit Iolkos. Iolkos është një emër që është përdorur në greqisht për argonautët dhe udhëtimin e tyre në Kolkid dhe marrjen e lëkurës së artë atje. Është një mitologji, një histori e vërtetë. Pra, e përsëris. Iolkos është bërë Volos. Slavët nuk kuptonin mitin e argonatëve. Volos atyre ju duket si Golos. Ky është emri i qytetit, kur ata u pushtuan nga slavët. Është shekulli i 6 i erson. Madje është gjetur dhe fisi slav që ka hyrë aty, Velezites ose Belezites. Dhe ata kanë përdorur këtë emër deri në shekullin e 14-15 kur hyn turqit. Është përdorur ky emër. Pra nuk është emri i lashtë. Emri Volos dhe Volouros është krijuar në një moment kur greqishtja pësoi ndryshimin e shqiptimit të b-s në v. Në momentin kur nisi të përdor emri Alvanos, Arvanitas. Kjo tregon që ne jemi vendas ky lloj ndryshimi. Dhe grekët këtë nuk e dinë. Pra kemi qenë aty gjatë gjithë kohës, shqiptarët në Greqi. Dhe tani do ta shikoni me sytë tuaj që të njëjtin zbulim që ka bërë Max Vasmer në vitin 1941 kam bërë dhe unë. Dhe tani kam bërë diçka shumë interesante. Po ta botoj unë këtë, nuk do ta blej njeri. Është një artikull i bukur, është një artikull shkencor. Thjesht do vlerësohem në akademia.edu, po unë dua që shqiptarët ta marrin këtë. Dhe unë kam dalë me një akt shumë interesant. Unë vendosa t'i bëj dhuratë shqiptarëve të gjitha gjetjet e mia dhe shqiptarët, duke qenë hajdut të mrekullueshëm, i marrin këto ide dhe i botojnë emrin e tyre. Dhe fitojnë kredibilitet, marrin diploma. Janë marrë shumë diploma me filmat e mi dhe me fjaloret e mi.
Kjo mua më gëzon pa mas. Jam bërë udhëheqësi shpirtëror i shqiptarëve. Duan s'duan ata. Çdo njeri që ka marrë diçka nga unë, e ka bërë të tijën, bravo i qoftë, i ka bërë një nder të madh Shqipërisë dhe shqiptarëve sepse i ka përhapur me shpejtësi të rrufeshme këto lajme. Përndryshe këto libra që do ishin shumë akademik, nuk do t'i blenin as kushërinjtë e mi, do t'i falja dhe do humbisnin. Kur i thua shqiptarit merre dhe përdore, ai gëzohet, e merr, e bën pronën e tij, domethënë emri im nuk përdoret, po s'ka gjë, fiton gjuha shqipe dhe e vërteta. Cila është fitoria? Fitoria është kjo. Ky emër është përdorur në shekullin e 12 dhe në shekullin e 15. Po ky paska qenë qytet i lirë i shekullit 8 para erëson, sipas Bizantit. Dhe gjë më të mërshme është kjo, fjalori i Bizantit cilësohet të jetë bërë në shekullin e 6 në Konstantinopoj, nga Justiniani i Madh, ai e ka porositur. Gënjeshtër. Justiniani i Madh nga Dardania nuk ka porositur asnjë lloj fjalori. Ky emër është shpikur në shekullin e 12. 6 shekuj më vonë mbasi kishte vdekur Dardani i mrekullueshëm Justiniani i parë, që rindërtoi qytetet në Illyria, një emër që s'duhet përdorur më. Albania. Ky është emri ynë, njerëz të bardhë. Pra mos e përdorim më emrin Illyria, është emër i keq në greqisht, së shtrembër dhe nuk është emër i lashtë. Ky është një turp shumë i madh. Është komprometuar e gjithë struktura e mitologjisë greke, sa ajo mitologji është. Është komprometuar Iliada, Odiseja si gjëra vepra të lashta. Pra grekët, pa dashje, i kanë bërë varin vetes. Duke dashur të na bëjnë neve varin, kanë ngërmuar kaq thellë, drilon, organ mashkullor, labiatan, organ femëror, breu koi, vemjet e tokës, kaq thellë kanë ngërmuar. Balouros, njeri me bisht i kapur me rjetë, gërmoata, shaj, na shajnë vazhdimisht, dhe duke gërmuar kaq thellë, pothuajse kanë arritur në magmën e tokës dhe ju janë djegur këmbët e tyre atje dhe janë varrosur në varin që ngritën për ne. Janë varrosur vetë. Janë vetë varrosur grekët për Zotin. Dhe kanë komprometuar çdo gjë. Domethënë, ti të dalësh me enciklopedinë e Bizantit, që është vepra më prestigjioze e antikitetit, dhe të dali që është falsifikuar në shekullin e 12, është vënë emri i qyteti i lirë, që është në fakt emri slav, Golos, do të thot i zhveshur. Është kaq e turpshme, sa që shqiptarët do qeshin dhe sot shqiptarët do thyen brinjët duke qeshur. Një emër slav merret nga grekët, përdoret si sharje për arvanitët, pastaj bëhet qytet i lirë i shekullit të 8 para erëson. Pa ka falsifikim më të dukshëm. Sikur ta kisha bërë unë këtë zbulim, që e bëra, kuptohet me ndihmën e inteligjencës artificiale. Tashti, nga i merr inteligjenca artificiale këtë zbulime? Morët vesh. Inteligjenca artificiale studion të gjithë librat që janë bërë, dhe ndërmjet tyre edhe libra që janë bërë nën pushtetin Atime Mustaqe. E kuptoni? Të kryqit të thyer. Në administratën e tij kishte gjeni, Max Vasmer. Dhe i thotë është falsifikim. Dhe kjo mbulohet me pluhur. Ai thotë, ky qytet i lashtë i lirë është emër i shekullit të 12. Ku kishte Iliria atëherë? Shqiptarët s'dinin çfarë ishte Iliria, Illyria, së shtrembër greqisht. Domethënë ai me Mustaqe që ne luftuam partizanët, ai ka zbuluar dhe akademia e tij gjermane e kryqit të thyer zbulon që koncepti i hylliroj është një falsifikim, që emrat i lirë janë emra fjalë të pista në greqisht, që i lirët nuk pas kanë qenë grek, por ne kemi qenë pushtuar, kuptohet, nga fise greke, kjo smohohet, është e vërtet. Po shqiptarët pra nuk janë grek, dhe këtë thot Eleni Kocaqi, grekët janë shqiptarë, shqiptarët janë grek.
Këtë thot Marin Mema, këtë thot Sazan Guri, këtë thon turba albanët e paguar nga Greqia, që të gjithë, dhe të sponsorizuar prej tyre, sepse një shtëpi botuese nuk mbahet, ju e dini shumë mirë. Nuk shiten këto lloj librash, kush i blen? Janë libra qesharak. Pra ekziston një fushat e poshtër disinformimi në Shqipëri e udhëhequr nga Eleni Kocaqi për t'i barazuar grekët dhe shqiptarët. Grekët kanë arritur të bindin qeverinë shqiptare të heqi postën kufitare në Sarand, në Dhërmi, në Shëngjin. Shqipëria është komplet e pambrojtur, madje po ngrem konsullatën serbe në Shkodër, por i adhurojmë Sazanin çufove, njerëzve të shkretëtirës. Unë se dija çfarë ishin çufot. Shikoni sa ka ndryshuar gjuha shqipe. U kujtoj se ishte çufot e Bubi Kaçurel. Prall për fëmijë. Jo, çufot janë njerëz të shkretëtirës. Dhe ata po na marrin neve Sarandën, po na marrin neve Dhërmiun dhe po na marrin e të gjithë Bregdetin. Jemi një vend i NATO-s komplet i komprometuar pas një lloj armatimi me një ekonomi të shkatruar. Dhe qeveria shqiptare me kryeministin ton tradhtar kërkon që të mbyll televizionin shqiptar shtetëror, që do të ishte katastrofa më e madhe për Shqipërinë, vdekja e Shqipërisë. Po hoqe të televizionin shtetëror dhe të mbështetesh në informacion vetëm në stacionet private të kontrolluara nga qarqet shoviniste greke. Pra grekët u kanë mbushur mendjen shqiptarëve që ilirët ishin grek, edhe mua një çik më mbushën mendjen, them të drejtën, se janë shumë bindës, por shumë mashtrues. Që ilirët ishin grek, grekët janë shqiptar, i thanë Eleni Kocaqi, ndërkohë që gjuha shqipe del gjuhë neolatine, s'ka lidhje fare me greqishtën. Kjo komplet nuk merret fare parasysh nga akademia e cila flet gjuhën. Akademia ka mbledhur 224.000 pllaka greke dhe na thot me që janë të shqiptarëve, të gjyshëve tanë. Pra dhe akademia ka rënë viktim e këtij mashtrimi. Është një fushat mashtruese shumë e stërholluar. Sigur ne mos i kishim leftuar gjermanët, po ti kishim dëgjuar çfarë thon ata, s'do kishte ndodhur asgjë keqe. Nuk do ishin vrarë 28.000 dëshmor. Ju janë vrarë kot. Janë vrarë kot 78.000 dëshmor në Kosovë, në luftë kundër Serbisë. Janë vrarë kot 10.000 të vdekur në 2001 në Maqedoni. Dhe prap do vritemi kot. Shqiptarët përdorin emra grek dhe e marrin si identitet kombëtar. Deri këtu kanë arritur grekët ne që të na çmendin. Neve na ka rënë sëmundja e lopës, së çmendur. Dhe unë po ju shëroj, ky shërim ka nisur në vitin 1941 nga Max Wasmer. Ta shikojmë se çka zbuluar ai. Dhe këtë zbulova dhe unë me inteligjencë kompjuterike, sepse ajo lexon librat e Wasmerit. Dhe brenda disa sekondash ta jep ty çfarë do të thotë emri i qytetit, Ilir, që është i shekullit të 12, kur Iliria ishte zhdukur prej 6 shekujsh, se ekzistonte më. Atëherë si u krijua kryeqyteti Ilir nga hiçi. Pra grekët ranë brenda, duke na bërë në gropën, vun dy emra slav si qytet e Ilire, Begis, që do thot vrapim në gjuhë slave, dhe Golos, që do thot kodër e zhveshur në gjuhë slave. Grekët ndrojnë këtë në Bolos. Rjet peshkimi dhe Bolouros është një kafsh me bisht. Për shqiptarët, shumë faleminderit. Hylleroj ishin njerëz me bisht dhe sy çakër. Shumë faleminderit grek. Po të mos na kishit sharë kaq shumë, ne sot do ishim pushtuar nga Greqia. Pra, unë ju kam shpëtuar një herë mirë. Dhe në fakt, sot është përvjetori i sulmit të Greqisë ndaj Shqipërisë në vitin 1949. Pra, është një ditë e veçantë. Krejt papritur, një vend i Bashkimit Sovjetik, Shqipëria, pjesë e Traktatit të Varshavës, e sulmon Greqia me çfarë guximi. Kur atëherë na sulmuan, po sot që s'kemi asnjë lloj mbrojtje. E shikoni?
urgjentisht pra duhet forcuar kufiri me Greqinë. Me çeta vullnetare nga vetë shqiptarët, të cilët do të shikojnë filmat e mi, do të merrohen, do ikin nga demonstratat, nga protestat për flamingot dhe sot ata do shkojnë të ngrenë çetat kufitare për mbrojtjen e kufirit në Sarand, Vlorë dhe në Himar. Ta shikojmë tani se çfarë bëjnë grekët, se si ata falsifikojnë lorin e Bizantit, të gjatë të shekullit të 6, me fjalë të krijuar në shekullin e 12 dhe të 15, nga fjalë slave. Pra ky zbulim është bërë nga Max Vasmer, viti 1941, ta shikojmë në origjinal se do të shmendeni. Të dashur shqiptarë, siç e shikoni në kompjuter, ky është fragmenti nga vepra e Max Vasmerit, viti 1941, ku ai shpjegon që qyteti Volos është emër slav dhe s'ka mundësi që të jetë emër qyteti i lirë. Më vjen shumë keq që unë pas kam qenë një gjigant i këtij kalibri. As vetë nuk e dija. Pra, edhe një herë, unë zbulimin e kam bërë në mënyrë të pavarur nga Max Vasmeri. Ky është një fragment i vogël. Ai thjesht e përmend si diçka, nuk i ka hyrë në thellësi. Tashi do t'u tregoj unë se sa bukur e kam bërë unë, është anglisht dhe shqip, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike kineze DeepSeek edhe të Google-it Gemini. Kam përdorur që të dyja japin të njëjtin rezultat. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, jo vetëm unë që jam i zhgënjur, por ata që janë adhuruesit më të mëdhenj të kulturës greke, 1 milion shqiptar në Greqi sot do të jenë shumë të zhgënjur, që janë mashtruar kaq thellë nga kisha ortodokse që i ka kthyer ata në grek, u ka ndryshuar identitetin, por janë shumë të zhgënjur me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, që flë gjumë, që merr si të mirëqëna çdo gjë greke, përfshirë unë në fillim ashtu i merja, si të vërteta absolute, kur rezulton që grekët janë jo udhëheqësit e qytetërimit modern, por gënjeshtar, patologjik, që kanë krijuar emra qytetesh lire me fjalët më të pista të fjalorit, dhe nëse s'do kishim bërë këtë gjë, ne do kishim marrë identitet grek. Pra, ne shpëtuam nga që ata kanë folur vetëm me fjalë të ndyra kundër nesh për 28 shekuj. Ky emër, Bolouros, emri i qytetit i lirë, do të thotë fjalë për fjalë një kafsh me bisht e zënë në rjet. Nuk është emri i lashtë, është krijuar nga autor grek, të cilët marrin këtë emër nga Odisea. Fjalën bolos, që do të thotë hedhje me rjet peshkimi, i vën prapashtesën ouros, që do të thotë me bisht, dhe siç e shikoni bolos do të thotë hedhje me rjet peshkimi, ka marrë dhe kuptimin një kafshë e zënë me bisht. Pra këta janë ilirët. Kafshë të zënë me bisht. E kuptoni apo jo? Kur e shikon, më thënë të ngrin gjaku, të quaj tjetri kafshë me bisht i zënë me rjet. Emër qyteti i lirë. Tash ky zbulim është bërë nga Max Vasmer në vitin 1941. Tani unë po t'isha njëri si shumica shqiptarëve do thoja që ky është zbulimi im. Pra, është zbulimi im, sepse Max Vasmeri nuk e trajtoi këtë temë, ai tha vetëm që është emër slav. Dhe e la me kaq, nuk e bëri enciklopedi. Kjo do bëhet enciklopedia e mashtrimeve greke, kështu do quhet. Pra, në antikitet, ky emër ka patur emrin Iolkos nga miti i argonautëve. Por ka patur edhe një emër tjetër, Demetrias. Pra ka patur shumë emra. Grekët fatmirësisht i ndrojnë emrat e qyteteve dhe duke bërë kështu kanë treguar vazhdimsinë e popullit shqiptar Arvanitas, ku B-ja është bërë V, nga Albanoj në Alvanoj. Do të thënë shqiptar njerëz të bardhë. Pra, Bolosi është kthyer në Volosi, modern, dhe është ndërtuar mbi zonën e qyteteve antike të Demetrias, Pagasaes dhe Iolkos. Emri i qytetit Demetrias u
themelua në vitin 293 para erës sonë nga Dimitri Poliorketi, mbreti i Maqedonisë. Emri Iolkos, ose latinisht Iolcus, që ngjan shumë me Volkos, njihi në mitologji si vendlindja e heroit Jason, i cili u ngjit në bordin e anijes Argo, i shoqëruar nga argonautët dhe lundroi në kërkim të lëkurës së artë në Kolkid. Tani ndodh diçka shumë e veçantë gjatë periudhës bizantine. Iolkos përmendet ende në periudhën e hershme bizantine, por u la në hije për pjesën më të madhe të mesjetës nga Demetrias. Ky emër mbijetoi deri në momentin kur u futën aty fiset slave me emrin Belegezites. U vendosën aty në fund të shekullit të 7, pra shumë vonë. Volosi me këtë emër në greqisht nga b-ja në v, një lloj si Arvanitas, shfaqet sërish në vitin 1333 si një nga qytetet e pushtuara nga generali bizantin Gjon Monomaku në Thesali, dhe ky emër ishte me emrin Golos, që do thot kodër e zhveshur. Ky është emri origjinal. Emër slav. Kjo është e sigurt, dhe këtë dim nga Max Vasmer. Emri është me origjinë slave, nga Golo, do thot i zhveshur, kodër shterp. Një tjetër teori e nxjerr emrin nga slavishtja Golosh, vend qëndrim i administratës, në një kodër të zhveshur, që të dyja janë pra emra slav. Dy teori alternative aludojnë për një origjinë greke përmes fjalëve boli ose voli sot, që do të thotë hedhje e rrjetës, por tek Odisea ka qenë bolos. Pra emri lashtë bolos sot në greqisht do të ishte voli, hedhje e rrjetës. Pra është falsifikim i pastër, modern. Pasi peshkatarët hidhnin rrjetat në det nga kjo zonë. Është interpretuar edhe si cop toke, me një o të gjatë, volos, por ky është mashtrim. Këtë studim e ka bërë Hatzidakis, një autor grek, të cilit i vinte turp, që emra të shëmtuar grek janë bërë emra i lirë. Bravo i qoftë Hatzidakis. Ai e konsideron këtë emër një etimologji popullore të tipit Kocaqi, pra është kocaqizëm grek. Forma moderne e emrit Volos dëshmohet për herë të parë në vitin 1540. Kur shfaqen pra shtypshkronjat e para dhe mbeti ky emër. Mbeti ky emër i lirë, të cilën e zbuloi Vasmeri që është mashtrim. Në vitin 1941, por ne nuk e dëgjuam sepse i përkiste kryqit të thyer. Murët e Golosit mesetar ndjekin gjurmët e fortifikimeve të Iolkosit antik dhe shumë mbetje të qytetit antik janë gjetur brenda kështjellës mesetare. Së bashku me pjesën tjetër të Thesalis, Volosi ra në sundimin serb në vitin 1348 dhe është qeverisur nga krali serb Gregori Preljub, i cili urrente shqiptarët. Ai ka vrarë shqiptarët. Kemi dokumentat tona për këtë kriminal. Mbas vdekjes së Preljubit, Thesalia kaloi për një periudhë të shkurtër në sundimin e Nikoforit të dytë Orsini dhe pastaj është ndjekur nga sundimtar të tjerë serb si Simeon Urosh dhe Gjon Urosh. Mbas vdekjes së këtij të fundit në vitin 1373, Thesalia u kthye në sundimin bizantin për 20 vjet deri në pushtimin e saj nga Perandoria Osmane në sultanin Bajazitin e parë. Pra, studiuesi grek Hatzidakis i kërkon falje shqiptarëve për këtë krim monstruoz që emri slav Golos është bërë me etimologji kocaqiste greke Volos, është shfrytzuar fakti që dikur ka qenë shqiptuar me b në greqishtën e lashtë dhe krijohet emri grek Bolouros në shekullin e 14, pak përpara se të hynin turqit. Gjatë gjithë kohës, ky qytet ka mbajtur emrin slav Golos, do thot kodër e zhveshur, nga diun këtë, nga Golo Bërda,
në Dibër, unë jam Dibran fatmirësisht, Golo Bërda do të thot Bërda kodër në serbisht dhe Golo do të thot e zhveshur. O të merë. O mjerim shqiptar. Fatmirësisht, unë vi pran Golo Bërdës dhe po ja shpjegoj që ky është një emër slav, kjo Golos. Grekët e ndryshojnë në Bolos. Pastaj krijojnë qytetin i lirë Bolouri, do të thotë njeri me bisht. Faleminderit grek për këtë dhurat dhe për qytetin i lirë Begis, që do të thotë vrapim në gjuhë slave. Tani, fatmirësisht, unë studioj në Poloni dhe mësoj gjuhët slave dhe bëj të njëjtin zbulim si Max Vasmer, pa ditur gjë për Vasmerin. Inteligjenca kompjuterike thot nuk është zbulimi yt, është i Max Vasmerit. Nga njëra anë më vjen pak keq për veten time, por unë do doja që këtë film ta shihnin pra kushërinjtë e mi. Më thënë, unë kam bërë një punë të barabartë me Max Vasmerin. Ja ku i ke provat. Unë viti 2026, Vasmer viti 1941. Unë duke shfrytzuar inteligjencën kompjuterike, Vasmeri dinte 10 gjuhë të huaja, s'kishte nevojë për kompjuter. Këtu e kishte këtu ai superkompjuterin kuantik dhe algoritmi simbolik, këtu e kishte. Dhe na i zbulon që algoritmi simbolik pas ka qenë një mashtrim. Eleni Kocaçi mashtrim. Petro Zhej mashtrim. Dalipa mashtrim. Guri mashtrim. Balaj mashtrim. Të gjithë të sponsorizuar nga qarqet shoviniste greke. Si po ju duket mashtrimi Eleni Kocaçit, që thot grekët janë shqiptarë dhe shqiptarët janë grek? Këtë e hanë shqiptarët e shkret, 1 milion shqiptar marrin identitet grek, punojnë, banojnë në Greqi, tani ata vinë në Shqipëri dhe regjistrohen si grek dhe duan që Shqipëria të bëhet pjesë e Vorjo e Pirit. Tash ky është stadi i fundit i çmendurisë. Kjo që ka ndodhur dhe po ndodh në Shqipëri nuk e parashikojnë as romanet fantastiko-shkencore, është kaq e çmendur. Unë pa dashje kam shpëtuar Shqipërinë. Pra, po të mos merresha unë me Ilirët, me këto qytetet e çuditshme ilire që kanë emra grek nga Odisea kryesisht dhe më pak nga Iliada, ju as njerëz do kishin marrë vesh që janë të gjitha falsifikime, dhe as unë jo. Pra, unë kam dalë në TikTok, në YouTube, me besim të plot që çdo gjë që thonë grekët është e saktë. Po vërtet është e saktë në kuptimin e pasaktësisë së tyre. Po kjo pasaktësi ka lindur që në shekullin e 8 para rëson ky falsifikim. Nuk është tani. Gjatë gjithë kohës ata kanë ngritur një piramidë papirusesh me gënjeshtra. Kjo dallohet në Egjipt. Piramidat e Egjiptit, grekët thonë, janë krijuar nga fjala tort, e pjekur në greqisht. Piramida është një tortë e pjekur greke. Merrni me mend çfarë thon ata, merrni me mend, dhe këtë e din shumë mirë në rrjetet sociale, këtë e përdorin dhe si shaka. Torta greke, piramida, sepse me etimologji popullore, nga fjala pyros, që i thon zjarr, gjoja vjen piramida, tortë e pjekur në zjarr, në furr. Kuptoni ju? Merrni me mend ç'a bëhet? Ç'a bën greku? E bën piramidën greke. Kur piramidat janë kaq të vjetra sa që vetë egjiptianët nuk e dinë se kur janë ndërtuar me saktësi. Aq të vjetra janë. Dhe fatmirësisht atë janë të gjitha të mbuluara me hieroglife egjiptiane, shumë të hershme, shumë të lashta sa qytetërimi grek, dhe janë gjetur në piramidat egjiptiane mbi shkrime në greqisht. Po të mos ishin hieroglifet, grekët do thonin që janë piramida greke, të krijuara nga kolon grek atje, dhe ata duke bërë një kek, një tort, vendosën dhe thanë, po pse mos ta kthejmë këtë në piramidë? Kështu bë piramida. Grekët duke ngrënë tort dhe ëmbëlsira vendosën të bëjnë piramidën e Keopsit. Grekët me siguri ata i bën të gjitha piramidat.
Po ashtu grekët kanë ngritur në butrind gjoja, një qytetërim të bukur për rezulton që janë bërë me ploça të mëdha 10 tonshe. Këto kështjellat në Bosnjë janë bërë me bloqe 10 tonshe. Si piramidat e Egjiptit, këto lloj ndërtimesh janë bërë në Kinë, në Australi, janë bërë në Amerikën e Veriut. Bloqe gjigante prej guri që vendasit nuk e dinë se si u krijuan. Pra është një qytetërim shumë i lashtë që ka humbur, nuk dihet kur ka ekzistuar, prehistorik. Mirë po është të zbuluar në Turqi një qytet i fundosur, komplet, brenda një kodre, 9.000 vjeçar qytet. Atëherë kur në Europë njerëzit gjuanin me shigjeta mamuth. E kuptoni apo jo? Ne vritnim mamutët dhe ishim të mbuluar me lesh dhe me lëkura leshi, ndërsa qytet 9.000 vjeçar është ngritur në Turqinë e sotme nga indo-europianët. Ta merr mendja se çfarë ndodh. Pra, merr me mend, ta zbulon të këtë qytet një grek, do vinte ca shkronja greke aty, po fatmirësisht nuk e zbulon një grek, po gjermanët, dhe do thoshte është qytet i lashtë grek. Pra, çka ka ndodhur në Shqipëri? Një gjë e llatarshme. Grekët në mesjet kanë gdhendur emra grek në kështjellat të lashta. Më kuptoni, emrat janë grek, është e sigurt. Pllakat janë greke. Por ndërtimet janë më të lashta. Kuptoni apo jo? Vjen një grek aty, një alabak i vë një emër byllis edhe bë qytet grek. Dhe shikoni ç'të merri. Guri është i lashtë. Izotopët e karbonit thonë shekulli i 5 para erëson. Po ti po shkove në mesjet dhe i vë emrin Bolouros, njëri me bisht, nga fjala slave golos, lakuriq, ti ke bërë një gabim të madh. Ata nuk e dinin që një ditë do dilte Max Vasmer, do dilte një shqiptar që do thoshte, këtu ka patur slav dhe emri Golos është bërë Bolos, që është një emër nga Odisea. Ku e lexuan ilirët Odisean? Dhe si e vendosën ilirët për veten e tyre njëri me bisht, sharje shumë e rëndë, drilon, organ mashkullor, si e bën ilirët një gjë të tillë? Ku i kishin trut? Ilirët nuk u interesuan nga vjen ky emër? Ç'kuptim ka? Një ilir i vetëm, siç e bëra unë, mund ta kishte bërë një tjetër ilir, një tjetër shqiptar. Dhe jam i sigurt që kanë bërë. Për shembull, fjalori i gjuhëve indo-europiane që nxora në vitin 2004 e pas ka përkthyer gjithashtu në mënyrë të pavarur nga unë, një i burgosur politik, Mitat Arianiti, e kam thënë në shumë filma, i cili ka vdekur i panjohur dhe ju nuk e dini, dhe as unë nuk e dija që e pas ka bërë para meje këtë gjë. Në momentin që është botuar ky fjalor, ai e ka marrë dhe e ka përkthyer, komunistët e kanë futur në burg dhe aty është kalbur. A nuk është e tmerrshme kjo? Të njëjtën fat do kisha pësuar dhe unë në kohën e komunizmit, pas një dyshim. Po t'u thoja natyre që këta emra të bukur grek, që kanë fjalë të pista në greqisht, unë do arrestohesha brenda ditës sepse Akademia e Shkencave të Shqipërisë do humbte prestigjin, do turprohej, Enver Hoxha do mësonte që i kishte kaluar pushimet në Drilon. Mbi organin mashkullor, aty ka kaluar gjithmonë dhe aty ka bërë fotografitë më të bukura në Drilon. Edhe sot ekziston parku i Hajdarit në gjuhën greke, parku i Drilonit. Dhe grekët po i krijojnë zonat e mbrojtura greke, kuptoni apo jo? Dhe ne protestojmë që ti mbrojmë ato zonat e mbrojtura greke. Kaq të çmendur jemi ne. Kjo sëmundje quhet sëmundja e lopës së çmendur dhe unë sot ju shërova, thoni faleminderit dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Këtë zbulim e pas ka bërë Vasmeri në vitin 1941 me kryqin e thyer, e kuptoni, dhe me aty me mustaqe që krijoi Shqipërinë e madhe dhe ne luftuam. Aq mund të kishim. Mirupafshim. Të gjithë filmat e mi po e ngrezërin janë bërë live. Kam dëshmitar. Flisni. Tmerr. E gjetëm, po diskutonim dje deri në 3 natës Valouros dhe unë e pyes pra këtë inteligjencën artificiale, të njëjtin rezultat jep DeepSeek, të njëjtin rezultat jep edhe Gemini